Mbas 12 vitesh që qeveria shqiptare thoshte që faji nuk e ka taksa, më në fund e kuptoi që fajin e ka taksa. Dhe do të propozoj një ulje të aksisës e cila thonë që do të ketë një reflektim në çmim. U desh që ta bënte Italia që ta propozonte edhe Shqipëria. Shqipëria pa diskutim paguan sot çmimin më të lartë të karburanteve dhe kjo vjen si rezultat i taksave 60% që rëndojnë në këtë çmim. Çmimi më i lartë jo vetëm në rajon, po edhe krahasuar me vendet Bashkimit Evropian, që shkon nga karburanti aty ku shitet, nga pika e shitjes deri në tryezën e qytetarëve shqiptar, me çmime të rritura të produkteve që vijnë vetëm si rezultat i çmimit të lartë të karburantit. Çmimi i lartë i karburantit ka sjellë të ardhura më shumë, po, në xhepin e kompanive, ka sjellë të ardhura më shumë, po, edhe në buxhetin e shtetit. Shteti ka bërë biznes edhe me këtë rritje të çmimit. Po ato që kanë humbur si gjithmonë janë shumica, janë qytetarët shqiptar. Për këtë arsye është e nevojshme që Parlamenti shqiptar të diskutojë më në fund, të diskutojë për çmimin e karburantit, për strukturën e tregut, për taksat e larta në çmim, të diskutoj për faktin që sot ka pak kompani që kanë kapur tregun, të diskutoj se si ka mundësi që qeveria shqiptare ka mbrojtur për 12 vite me radhë taksat e larta e nuk ka marrë asnjëherë asnjë mas që t'i ulë të taksa që rëndojnë në xhepin e qytetarëve shqiptar. Fatkeqësisht kanë bërë biznes me luftën, fatkeqësisht kanë bërë biznes me krizën, fatkeqësisht kanë bërë biznes me xhepat e qytetarëve shqiptar. Kjo duhet ndryshojë, nuk ka asnjë diskutim që duhet ndryshojë. Duhet ndryshojë qeveria që ndryshojë kjo. Po ndërkohë, së pari duhet ofrojmë transparencë për ato që i kanë kap prej fyti qytetarëve shqiptar me rritje të çmimeve nga karburanti deri te ushqimet. Qeverinë socialiste.